Falenderoj gjyqtarin Genti Dogollarin për vendimin që dha me datë 8/4/2026 në dhomën e Këshillimit, kalon në fuqi vendimin e shkallës së parë të gjyqtarës Gilda Hoxha. Falenderoj shumë këta gjyqtarë për japin një vendim të drejtë, jo si më ka thonë mu, po si mas realitetit janë të shkruajt me të gjithë në dosjen time. Por prokuroria e Tiranës, Bledar Valikaj, që mbrohet nga bashkëshortja e vet Emonela Felaj, i pata bo dhe letër si këtë çështje nuk duhet ta merrte Bledar Valikaj, se ka bë dhe 2 çështje tjera që i ka mbyllur i ka çu në gjykatën administrative penale. Kur gjyqtarët kanë thonë që të bëhet hetim, shkalla e parë ka bë që të bëhet hetim i thelluar në prokurori. Bledar Valika i ka mëll të çështje. Prandaj i pata bë edhe letër për këtë çështje, se Bledar Valika të largohet nga kjo çështje, se është në kundërshtim të ligjit. Por Arançela dhe Suela Sollovaçi dhe Bledar Valikaj e çun në gjykatën administrative penale. Por gjyqtari Genti Dogollari dha vendimin në dhomën e Këshillimit me datë 8/4/2026 në orën 13 në dhomën e Këshillimit dhe lën në fuqi vendimin e shkallës së parë të Gilda Hoxhës. Me numër protokolli 33-71 dhe datë 3/7/2024. I falenderoj shumë, tash i bëj thirrje publike prokurorit të Tiranës, Arançela. Këtë çështje do t'ja çoj edhe me kur të shkoj letra, si të më thonë si ka ardhur letra aty, do t'ja çoj me shkrim. Këtë çështje du ta mori Arançela. Nuk kam besim as ke një tjetër, po desh si ma shkojmë ke vetë gjyqësia, Arançela të boj hetimin vetë me këtë çështje. Që ta shikoj se çfarë bëhet me prokurorët që ka rreth vetës, që pa na çojnë drejt vetë gjyqësisë, duke mbrojtur kriminalet e tokëve. Prandaj do ta shikoj se ka bë Bledar Valikaj me këtë çështje dhe çfarë do dali kur ta boj Arançela me këtë çështje. Se si e ka marrë tokën Edmond Gjafa, Isat Kalas, dhe kush ka firmosur tek noterja. Pa qenë unë, kanë firmosur ke noterja se duhet tjetë edhe kufitari i tokës aty. Këto nuk më kanë marrë mu, se kanë hyrë mrena tokës time. Do të shofi se sa ka hyrë ky Bledar Edmond Gjafa ke toka ime. Me gjithë to kryepleqët e fshatit Ilmi Aga dhe noterët që morin për të bërë këto punë to. I kanë noterët e vetës, i bëjnë pislikjet për na fut në grindje në katonart. Prandaj, ky Edmond Gjafa nuk mund ta mori këtë tokë gjallë në botë si ka zaptu atje. Tu qenë toka ime. Mu më kanë lënë pa tokë fare. Prandaj vetëm Arançelës i bëj thirrje. Këtë çështje ta mori Arançela vetë.
dhe të bëhet një hetim i thelluar, të ballafaqohemi me gjithë këto kriminala që kanë firmosur këtë tokë dhe të majnë përgjegjësi. Ma shkojmë ke vetë gjyqësia. Këtë kërkoj nga Erend Çela. Pa e bëj thirrje publike detëni dhe falenderoj të gjithë prokurorët të ndershëm, ka prokuror të ndershëm sa dush, po nuk i lejnë këtë çështjet e mia, morin prokurorët që i tërhekin mas vetës dhe nuk bëjnë hetim. Dhe dun me na quke, me na fut në sherr edhe me gjyqtarët, por gjyqtarët t'i shohin me vëmendje. Se këto prokurorë po na çojnë drejt vetë gjyqësisë. Falenderoj gjithë prokurorët e ndershëm në të gjithë në Tiranë dhe në Shqipëri. Ka, po këto nuk i japin lejnë tjerë. Falenderoj gjithë gjyqtarët e ndershëm që luftojnë që populli shqiptar mos shkojë ke vetë gjyqësia. Falenderoj gjyqtarën e shkallës e parë Gilda Hoxha dhe kam shumë gjyqtarë për të lavdëru, i din ato se si që kanë dhonë vendimet e mia të drejta dhe Bledar Valika i ka qu për t'i mëll çështjet, po nuk mund t'i mølli kallaj. Dhe falenderoj të gjithë gazetarët e ndershëm që na kanë hap një dritare si puna gazetarëve të pamfletit, na kanë hap një dritare për popullin shqiptar, për të drejtat tona, se këto i ka gazetarë tjerë, s'po i zej me emra si i din, si i kom qu edhe këtyve emisionve i kom qu letra dhe nuk mi kanë morë se mbrojnë kriminalet e tokëve në Petrel. Se kanë morë, si që doli edhe kjo prokuroria e rrethit të Tiranës, prokurisë e Tiranës i ke para Erend Çelës, doli me tokë në Petrel, si i ka dhonë brektari i Petrelës Ylli Kupi. Dhe prandaj Erend Çela duhet boj një hetim të thelluar. Unë nuk pranoj do të çoj letër edhe Erend Çelës, edhe gjithë ambasadëve që ndodhen në Tiranë dhe ambasadës amerikane. Ti njoftoj se unë prokuror du vetëm Erend Çelën, asnjë tjetër. Ai të zgjedhë ku do ta çoj, a në komisariatin e policisë numër 1 për hetim, për këtë çështje, që mos ketë oficera gjyqësor si kjo si është si ka çështjen time me Arekli Koçallarin e të tjerë, që nuk morin fare, as prokuroria nuk më thirr në zyrë, as oficerja gjyqësor nuk më pranon për takim, prandaj ne kemi rënë mall me këto prokurora. Prandaj i kërkoj Erend Çelës të boj një hetim të thelluar. A do ta boj vetë si prokuror, ti qoj gjithë thirrjet e drejt, mos mori oficer gjyqësor, ta shofi se çfarë bëhet me letrat e mia, që ne mos shkojmë ke vetë gjyqësia. Kërkojmë vetëm drejtësi, jo vetë gjyqësi. Prandaj ju falenderoj shumë nga zemra. Zoti e bekov Shqipërinë. Falenderoj dhe një herë ambasadat që janë në Tiranë, gazetarët e mrekullueshëm dhe pamfletin net. Për që në ka hap një dritare për ne fukarit, për të bërë treguar se çfarë po na bëhet me këto prokuror të korruptuar. Falenderoj gjithë popullin shqiptar që më kanë falenderu
për çdo gjë. Për këto si ashtu dhe me kanë dhënë për kraje. Që mas shkojmë ke vetë gjyqësia. Prandaj kërkoj vetëm drejtësi. Faleminderit shumë. Zoti e bekov Shqipërinë pa kriminala, pa hajdut dhe pa oligarkë dhe çyryk. Që po na zaptojnë pronat tona, të gjyshve tanë që dhe me ligjin. Se ne s'po morim as me ligj, as me maligj. Këtu, projektari i Petrelës e tjertë kanë marrë shumë. Ju falenderoj shumë nga zemrat gjithëve. Zoti e bekov Shqipërinë pa këto kriminella dhe këto prokuror të korruptuar që po na çojnë drejt vetë gjyqësisë. Falenderoj shumë, Zoti e bekov Shqipërinë. Amen.